Përshëndetje. Në këtë video kam i dëshirë t'ju flas pak ma thellë se çfarë kam eksperiencu unë në botën tjetër. Në fillim kam dëshirë t'ju them që këto gjëra që unë po ju shpjegoj, këto janë gjëra shumë të vërteta, edhe nuk janë gjëra të kota. Këto janë shumë të vërteta, janë nga eksperiencët e mia. Edhe unë s'kam as i leverdi, as i interes, as i gjë nga askushi. Unë këto i kam eksperiencu, edhe shpirti im me shpirta tjerë më ka thënë që këto eksperiencët që ti po i shef, puna më e madhe në botë është me ja tregu tjerëve, që të tjerët ta eksperiencoj vetë edhe ta shohin vetë kush jam. Edhe unë prandaj e kam vendos këtë që tashti edhe përpara tjetës që unë kam qef baj edhe vetëm këtë punë, edhe ku të marroj këtë jetën këtu edhe ku të shkoj, sa t'jem unë këtu për shembull, unë do baj këtë punë, unë kur nuk s'do ndaloj ma që mos flas për këtë gjërat, se këto janë gjërat ma reale në botë, ma të vërtetat, edhe unë se them se unë jam më mirë se ju, dhe jemi të gjithë kësaj. Kur jeti kapë me vedin tate, ti e di që s'ka të baj, të gjana s'ka të baj fare, këto janë gjana që ne vetëm një eksperiencojnë këtu. Që kështu, prandaj unë po i ndaj këto gjërat me ju, për ju që e kuptoni, mirë, për ju që e kuptoni, nuk ka problem, se cili i merr këto eksperiencat në kohën e vet kur është gati njeriu për t'i eksploruar këto gjëra. Ndaj meditimeve, sidomos kur u futa thellë në meditime, unë mora kam pas shumë eksperience, shumë përvoja me të ndryshme. Edhe kur shumica këtyre përvojave vijnë kur jam në një gjendje shumë i relaksum, shumë i qetë, nga mendja, nga trupi, nga shpirti, nga zemra, nga gjitha, e qetëson trupin aq mirë sa e ngren atë energjinë tate, atë frekuencin tate, atë vibracionin tate shumë nalt, edhe kapesh me botën tjetër, edhe mund të largohesh këtij trupi fizik, edhe merr eksperiencia në botat e tjera. Në këtë video kam qef të tregoj ku jemi, çfarë vendi jemi, çfarë është ky vend, edhe ku është ky vend. Që kam pau një eksperiencë që kam dalë jashtë nga trupi, kam dalë jashtë fare këtij universit, edhe kam pa çfarë universi është. Edhe ky universi nuk është ky universi që po i thot ose çfarë planeti që jemi. Ky planeti nuk është ashtu që na i tregojnë ato ke televizorin e. Është i topi rumullakët, vjen për qark aty ke universi, në ai vend. Nuk është ashtu fare. Unë kam pa vetë. Unë dole jashtë nga trupi, e pash, ishte si një tip topi, për ishte topi verdh, kështu me dritë e çuditshme, edhe ishte i qëndrim në tokë, ishte si tip, që ta them thjesht, ishte si tip nga këto që i fusin peshkët mrenda, si akuarium, është si akuarium është. Edhe ka një kështu tip, sipër si tip breshke, një farë si tip çatia ajo. Është tip topi, por është i qëndrim, është i blindum tokë, nuk vjen për qark ajo ke universi. Edhe nuk duket ashtu që ta tregojnë ato ke televizori, ke interneti. Kjo është komplet ndryshe. Edhe unë doja u bi do e fus një farë fotografie ke YouTube-i
para se me shtyp video, play, aty mund ta shohësh qysh është ky veni, qysh duket. Kjo është pothuaj 90%. 90% ashtu që e pash unë. Edhe ky veni ku jemi ne, këtu ka 12 fusha. Ne jemi ke fusha parë. Ose Ralma, ose Paraisa. Mund të thush. Po thuj fusha. Ne jemi ke fusha parë. Njerëzit, ne, individet që jemi këtu. Ke fusha dytë është një racë tjetër, një po thuj shpirtë të tjerë që kanë një eksperiencë në fushën e dytë. Ka fushën e tretë, ka 12 fusha. 12 fusha. Është dhe 13 kështu normalisht, edhe 13-i është ai që i mang të 12 ato thuj, është si tip, po thuj, shefi që i kontrollon, që i shef gjitha gjandë jam rregull. Që kështu 13 për 12 fusha që luhet loja, 13 është që man këtë konstruksion që quhet kjo, konstruksion e quhet kjo një ana tjetër, që jemi ne. Jo nëna jonë, ose Mother Earth, që thonë anglisht. Kjo quhet konstruksion. Edhe kemi fusha. Është tip kate, si tip kaç ato. Po thoj si ka 12 për fusha, secili ka atë vetën. Ne jemi fushë parë, kemi fushë dytë, fushë tretë deri në 12. Ne jemi ke veni parë. Veni parë është veni ma i rëndësishëm. Këtu jemi të harrumen, këtu vujmë, këtu vrasim njëri tjetrin, këtu çfarë bëjmë. Kjo është eksperiencë ma e çuditshme për një shpirt që jemi ne kënaq, që jemi Zoti, që jemi të Zotit. Ta marrim kjo është një traumë shumë, por nga kjo traumë shpirti zhvillohet nga eksperiencët që merr këtu, edhe ajo është e vlerësimi, nga ajo tmerrja krijohet ajo dashuria e fuqishme. Edhe ajo dashuria e fuqishme është ajo e vërteta që jemi ne. Që kështu marrim eksperiencë këtu. Ke veni parë është shumë i vështirë. Kemi venin e dytë me fushën e dytë. Aty janë këto galaktikat. Janë galaktikat, janë këto extraterrestrial. Këto janë ke fusha dytë, në katë dytë. Këto na shohin ne, po ne si shohin do të to. Këto vinë ke ne nuk ikim do të këto. Ne mund t'ikim me këto në mënyrën që bëj unë, meditim, ose që bëni ju, ose që bëjnë tjerët, atëherë ti ndaj meditimin me shpirtin, varet çfarë frekuencie, çfarë energjie ke në trup, edhe matë dhe ajo, kur mund t'hysh, për shembull ti mund shkosh dhe ke fusha 7, po nuk t'hapet dera pas e patë energjinë e mirë. Po në fillim, sidomos njerëzit janë këtu ke fusha parë, për shembull, dalin për qark, dalin me shpirtin, bin për qark, për shembull njerëzit nuk i shohin, për ti i shef njerëzit. Po ku ke energjinë e fortë fare, ti mund shkosh dhe ke këto katë të tjera, ku janë angjelat, ka lëllë angjelat, ka dhe angjela që janë ke kati 2, ka dhe angjela që janë ke kati 7, ke fusha 7, ke fusha 8. Ka lloj këtu, është shumë vend i madh. Ky është ai, po thuj, një nga ato vendet ma të mëdha, një nga ato eksperiencat ma të fuqishme, është shumë vend i madh, me shumë krijesa. A kupton? Kemi ne shpirtat, kemi hyrë këtu mrena. Edhe më ju të thoni kush e ka kriju këtë vendin. Këtë vendin e ka krijuar shumë e thjeshtë, nuk është Zot në gjana, njëri është më i fortë se tjetri, ose më i bukur, ose më i mirë, ose më i mençur. Ja. Si shpirt ne jemi gjitha Zote, ne jemi shumë shpirta. Shumë pika ujë nga deti. Këtë krijim, këtë planetin, këtë botën e kanë kriju 13 shpirta, si puna ime edhe si puna jote. E kanë kriju këtë ime edhe tjetër me kanë vendos, hajde pra po futemi për marrim një eksperiencë, a kupton? Vjen këtu sot kohë, vjen të harrumen, i merr gjithë këto eksperjenca këtu,
Kemi qenë dhe ke fusha 2, ke fusha 3. Kjo është shumë advance, kjo është shumë teme madhe, a kupton, me gjitha gjërat që ti shpjegojnë detalji. Ato që di una, ajo është e pafundshme gjëra që si di una akoma, ka shumë aty. Edhe këto fushat, këto kanë dimensiona pafundshme. Pjesa dimensioni, a kupton, ka dimensioni mund të jetë një farë, për shembull, një farë mbretënie e Anglisë është një dimension, mbretënia e Amerikës është një dimension tjetër, mbretënia e Ballkanit e Shqipërisë është një dimension tjetër. A kupton? Ka shumë, e këto dimensionet krijohen nga mendjet tona që marrim në eksperjenca. Edhe kështu me shpirtin, për shembull, kur shkon këtu, shkon ke këto dimensionet, shkon ke këto fushat, për shembull, gjitha gjanë tregohen, shpjegohen për ato që ke qefti, edhe çfarë jeti gati për të marrë, edhe i shef edhe gjithë të gjërat. Që kështu ne mbanojmë në një vend ndryshe edhe si na ka mësu qeveria. Unë këto gjëra që po i flas unë si kam mësu, as nga nana, as nga babi, as nga mami, as nga mësusi, as nga mësusja, as nga fshiu, as nga daja, as nga vllai, as nga shoqënia, as nga televizori, as nga filmi, as nga ministri, as nga qeveria. Unë këto gjërat i kam ba vet, i kam pa vet. Edhe e kam kuptu, edhe mu ka përshtat gjitha imazhet që i doja una, këto kuptimet, edhe mu ka tregu që komplet jetën që ti po jeton, po thuj, se komplet jetër është një rren. Historia jote është rren. Ku jeti është një rren. Edhe këtu ka njerëz shumë nalt fare që e din ku jemi ne, po se tregojnë njerëzit, i marrin njerëzit në çark. Edhe i bajnë këto gjërat, i tregojnë që kemi qenë në Han. Kanë qenë këto në Han, këto s'kan qenë kur në Han. Hana nuk është një vend fizik. Hana është një plazmë. Si plazma, a nuk është vend fizik. Të çast na kanë rrejtëne. Shkolla komplet të gjëra që i shef. I bajnë këto gjithë të gjëra që e të rrejnë ty që mos të kuptosh ti kur kush je ti i vërteti, edhe ku je, edhe pse je këtu. Edhe unë kur i kuptova ato, gjyshu bana apo jo, mu miku petlla fare. Edhe prandaj kam tashti shumë dëshirë të dal jashtë edhe me ju tregu ju për këto përvojat e mia që janë shumë vërteta. Edhe unë këto në gjuhën angleze, po shoh në shtetet tjera ka shumë njerëz, shumë njerëz që flasin për të njëjtën gjërat, kanë për gjëra të tilla në botën tjetër, eksperiencat e veta që janë njësoj si kjo që po flas unë. Ka dhe shumë eksperiencia në anglisht, po të kërkosh, që quhen përvoja afër vdekjes. Anglisht e ka emrin Near Death Experience. Për ju që dini anglisht, shihni këtë video edhe do kuptosh çfarë po flas unë. Po këtë që baj unë, kjo nuk është që të vdesësh trupin ndi, ose do përplasësh, ose do plakesh, ose do ndodhi ndaj diçka. Edhe do vdesësh ani dhe shohësh, do gjithë gjërat që ke qefti, do bi nana, baba, Jezusi, Hoxha, Angeli, pejgamberi, çfarë beson ti do dalë ty. A kupton? Që kështu, për çdo lloj gjaje që jemi këtu ne, po thu janë rren, gjitha gjërat janë rrena, nuk janë vërteta. Edhe këto janë ba me vetdije nga disa persona, disa familje. Edhe këto familjet janë mashtru në një racë tjetër, është raca në vendin dytë. Vendi dytë është si këtu. Atë janë ma shumë inteligjenca se ne, kanë kështu këto ufoja që shkojnë shpejt, jetojnë shumë, si jetë se din, shumë gjëra, për edhe ato
janë si puna jonë paka shumë, edhe ato kanë hyrë të harrume këtu, edhe ato nuk majnë mend kush janë kur vinë këtu, po kanë inteligjencë, kanë teknologji, edhe jetojnë shumë. Po ato që kemi ne, që s'kan ato, ne kemi vetdijen tonë. A kupton? Ato se kanë vetdijen. Për shembull. Kishu nuk jam aq të mençëm, por na duken në të mençëm se na kanë mashtruar këto. Luti njëri që është më i mençëm se ty, luti më njëri që ka teknologjinë, për ulju. Mbyllë gojën, sa shujini programuar, pra na kanë futur që të vujmë ne. Që mos e dim në këto gjërat. Kështu komplet lekët janë këto ke veni dytë, këto galaktikat, këto ka lloj. Komplet gjana që ishe televizor, duke gjana të kota, kukla, lodra, ato ka shpirta që duke në shu nga ana tjetër, komplet, po thuj, gjithë gjana që shohin tu, vinë nga ana tjetër, tu vinë, nga veni dytë, vinë këtu, ato i vinë, ato e kryun sistemin e lekut që ti kontrolloj robin. Kur ta kapësh një planeti, ta grabicësh, ta kapësh, ta bllokosh, herën atë të parën që i fut sistemin financë. Aty i bllokon robët. I man varfër gjithë jetën, punojnë të lodhen që mos kenë fuqi ta zbulojnë kush janë ato. Të gjithë janë ba me vetdije. Po të thush ti me kush që ka ba, janë këto ke veni dytë, e ke veni dytë rëskine, tu ke për shembull shtete si kemi ne këtu. Ke llollëracash. Ke shumë të mira, ke edhe ca të këqija. Si është tu? Është aty pa shumë. Ato duken ndryshe. Ato kanë teknologjinë, kanë të gjana shu. Edhe ato mund vinë dhe këtu. Mund t'ikin dhe atje. Po ajo është, edhe ato i me bëjnë gjëra jo aq të mira. Janë e kontrollojnë për shembull sistemet, gjitha gjërat janë kontrolluar nga ato. Ato i kanë fut njerëzit në pozicione, i kontrollojnë gjithë të gjërat, me leke, me ligje, me politike, me gjitha gjërat. Ato i kanë kriju. Kjo është një formë që të kontrollojë robin. Që kur robi mos e di kush është robi i vërtet. Që t'ja baj jetën sa më të vështirë. Që mos ketë menjet ose kohë që të mendoj që ka ndaj Zot. Futë robin të vuj, edhe atëra i kur nuk ka për ta pa ditë në bardhë. Po robi shpap i fort, prap guxon edhe pa bukë edhe pa gjah që ta shofi dritë bardhë. Çfarë bajnë këto? Helmojnë ushimin, helmojnë ujin, helmojnë atë që mësojmë në shkollë, helmojnë lajmet me luftë, komplet janë frikë, komplet janë lufta, komplet janë smunja, kështu, ku i përdor të gjëra, ku lexon që dhjetë ja futë vëmendje i krijon prap to, pa ditje. To e din që kjo bëhet kështu, prandaj këto kanë bak i bëjnë të gjërat. Edhe shumë grup i vogël. Shumica është komplet në gjumë thellë, po thënë në kom. Edhe mendoj se janë qut. Po nese. Edhe kur i kupton të gjithë të gjërat i me, që këto bajnë çmos që ti mos qohesh ti nga gjumi, se po qove ti nga gjumi ani, po e kuptove ti ku jeti, i slavi i iku këtyre ani. Nuk ka ma një sisteme ma presidenta, se diti kush je, e dimi ne kush jemi ani. Nuk ka ma. E shumë njerëz tashti po qohen nga gjumi, po flasin për të gjërat. Po i shohin çfarë po bajnë këto satanikët, se janë këtu nalt që i manipulojnë këto ne, këtu ne, edhe ne ja bajmë këto betes tonë, vllajt tonë, motrës tonë, nanës tonë, shokëshnisë tonë, njerëzve tonë. Kjo është një sqarim shkurt. Unë kam fol as për katën e tretë, as për katën e katër, po sa ma nalt shkon, je sa ma i nershëm, ma pozitiv, ma i kënaqshëm, ma i bukur, ma i lezetshëm, ma të gjitha gjanat e mira. Sa më nalt shkon ke katët. Edhe atë gjithë janë këtu lloje. Edhe nga kati 3 deri në katin 12, ato e din kush janë para se martu. Vetëm kati parë dhe kati 2 nuk e di. Që shu kati 2 po thuj mashtron katën e parë. Edhe ne jemi katë parë. Thjesht. Ato e na kanë programuar.
I mene po qohëm nga gjumi drita joni me, po i zbulon gjitha gjërat. Ne kemi dritë mena për mena që se imagjinën dot, pa ajo ndryqon 24 orë. Edhe sa ma një ta ndjeqe vetën, sa ma shumë ndryqon. Edhe ku ndryqon kjo, është si ku më fut drita me një dhomë zez. Ku është rësi në dhomë, kur vjen drita futet mena, bup ikën rësira. Edhe kështu po ndodh me këto eme. Dhe shqipni me kohën. Edhe du japë ma shumë informaciona. Që kam pa unë, që kam eksperiencu unë, që di unë. Edhe çfarë ka për të ndodhë në të ardhmen për disa gjëra. Po unë shumë gjëra që i kam parë janë për mua, për eksperiencët e mia. Unë e kam dhe këtë duke e servitur vetën me meditim, ti edhe i merr fuqiet e trupit që i ka trupi, janë gjëra naturale që gjithmonë e kemi pas. Mund për shembull ne mund të shohim të ardhmen, mund të shërojmë diçka njëri tjetrin, mund të bëjmë shumë gjëra. Që kështu ju falenderoj edhe për ju që ju kam prish pak menjen, besoni, kjo është eksperiencia ime, një ditë dhe shifni, o në këtë jetë, o kur të vdisni, në gjithë i shohim dhe gjanat, janë gjithë aty. Edhe gjitha gjanat janë të regjistrume, komplet, gjitha menja që ke pas ti, gjitha gjanat që mendon ti, që jeti, janë t'inqizume aty. Në ti mendon se jene erë betëm aty me në event, mendon kështu të bash ashtu, qyshtë qysh. Të gjithë janë të inqizu, gjithë njerëzit që dalin nga trupi i shohin aty gjithë të gjëra. Gjithë janë thama, për njerëz janë të harrumen, nuk është më thonë është një gjë e keqe, është gjë normale, ku jetë harrumen, nëse njëri bën që është e programu. Janë çmos që t'jetosh sa më mirë. Imagjinojme, a do të kanë rreth ku je, edhe të thonë ty me që ti duhet punosh me që të banosh tu. A është një smundje. Ti du të kesh i parvenin që të kesh një eksperiencë që të banosh. Ako du të kesh do gjëra të thjeshta, të hash, pish, ujin, këtë gjëra du të kesh kështu. Po, ky veni ka ik, që kam kuptu unë, ky ka ik jashtë lojës, aq sa duhet. Eksperiencat janë shumë eksplosive, shumë forta se sa e kishim vendosur në parë të marrë tu. Gjithë të gjërat të zbuloni me, edhe për ato që kanë sy i shohin janë aty, për ato që janë gati akoma, edhe aty me divi kua. Për nese, më bëhet qefi që kisha dëshirë që shpjegoja për këto eksperiencë, për këto përvojat, edhe mendoj se disa nga ju keni pas të njëjtat përvoja ose ndryshe, por keni qenë në anën tjetër. Edhe falenderoj dhe ju shoh në videon tjetër. Mirupafshim.